Një raport i vitit 2024 i kontrollit të lartë të shtetit ronditi opinionin publik kur konkludonte problematika thelbësore për sigurinë e barnave në Shqipëri, sidomos futjen e tregët e barnave pa analiza laboratorike. Në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Erion Spahiu raportoi se një pjesë e konsiderueshme e rekomandimeve të atij auditimi janë dëgjuar edhe realizuar. Së pari, standardet në laborator. Në vitin 2024 janë kryer 268 analiza, në vitin 2025 janë kryer 1720 analiza. Nga janari në maj të vitit 2026 janë kryer 460 analiza. Numri dhe lloji i barnave për analizë vjetore do të bëhet sipas metodologjisë si vijon. 70% e numrit total të analizave të përzgjedhura nga lista e barnave të rimbursueshme, 10% numri total i analizave të përzgjedhura nga importet e para. Sipas KLSH-s, gjatë viteve 2020-2023 në vend janë importuar mbi 763.000 barna pa autorizim tregtimi, për të cilat nuk ishte kryer asnjë analizë laboratorike, edhe pse vinin nga vendet e treta si India, Kina, Korea e Jugut, Bangladeshi dhe Singapori. Funksioni i sistemit menaxhimit cilësisë për laboratorin e kontrollit sipas standardit ISO 17025/2017 në mbikëqyrjen dhe monitorimin e drejtorisë përgjithshme të akreditimit të finalizuar në janar të vitit 2025 është standardi më i rëndësishëm që normon veprimtarinë teknike profesionale të laboratorit testues dhe kalibrues, sikurse është laboratori i kontrollit. Një tjetër problem i evidentuar nga KLSH lidhej me sistemin e farmakovigjilencës dhe raportimin e efekteve anësore të barnave. Për këtë, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore njoftoi se në janar të vitit 2025 u miratua rregulloria e re, që synon forcimin e monitorimit të sigurisë së barnave dhe rritjen e transparencës për profesionistët e shëndetit dhe qytetarët. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë po finalizon një projekt ligj të ri për produktet mjekësore të harmonizuar me direktivën evropiane. Sipas përfaqësuesve të ministrisë, drafti synon të forcojë garancitë për cilësinë, sigurinë dhe efektivitetin e barnave, si dhe të parafrojë sistemin shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian.